Faleminderit zoti kryetar. Siç e thash dhe në fillim, ky ligj ndryshe, nuk është era parë që shkelet rregulloria, po kjo është dhe më brutale, domethënë, kjo vjen sa më komplekse është situata, aq më shpejt dhe më me urgjencë kalohet në parlament, aq sa, domethënë, e para punës kemi pasur kohë për të përgatitur dhe punës seanca dëgjimore. Do të kishim dashur të zhvillonim, po dhe këto nuk lejohen. Ndërkohë që ligji kalon me ky volum, janë që të gjitha kanë lidhje me të ardhurat e qytetarëve dhe sigurisht dhe të qeverisë, kalojnë edhe më shpejt nga çdo të kalonte një ligj me procedurë të përshpejtuar në parlament. Thënë kjo, ka një lapsus freudian, duket mu, propozimi i projekt ligjit për marrëveshjen e paqes fiskale. Kur qeveria kërkon paqe, vjen qeveria dhe të kërkon paqe, kujt qytetarit, do të thotë që situata është keq shumë. Domethënë, jemi në gjendje lufte, qeveria vetë kërkon paqe. E kërkon me urgjencë, shpejt, Nuk i mjaftojnë as rregulloria e kuvendit, që e ka miratuar vetë pa opozitën e tjerë. Dhe fal lek. Çfarë lek është fal? Kur fal lek qeveria është me të vërtetë keq puna. Çfarë lek është fal? Një pjesë e tha ministri janë lek që janë aty borxhe, e kupton, po që nuk mblidhen kurrë. O ka vdek subjekti, o ku diun se çfarë, bëhet fjalë për borxhet akumuluara, borxhe që janë vetëm letër që s'ka pas kurrë shans me mbledh. Kjo është leku që fal qeveria. Paqe fiskale, në një farë mënyre, kjo qeveria ka vendosur me biznesin e madh. Kush vjen kush ka një hotel me 5 yje e sipër, ai ka 0 taksa. Kush ka jaht për të furnizuar, ai e ka 0 taksën për naftën. Kush ka i kazino, edhe ai e ka 0 taksën. Me kë kapet kjo qeveri ka 10 vjet, 15 vjet, e thyu në gjoba. Me fermerin, i cili duhet i kërkoj pulës faturën e vezës, lopës faturën e qumshit, apo me tregtarin, shkon muçi atje dhe i kërkon faturën e çajit malit, duhet ja marri malit. Për ndryshe do të haj gjobë. Sa ka shkuar ky niveli këtyre gjobave në këto 10 vjet, nga 2014 deri sot, se prandaj e pyeta zotin ministër. Është 60% e kësaj që fal qeveria janë këto lloje gjobash, faturash gjobe, të krijuara në këtë mënyrë në këto 10 vite. Kjo luftë fiskale që ka ndodhur, në kurriz të fermerit dhe tregtarit që shet çaj mali, shkon e mbledh vet atje, është i përket 10 viteve të fundit. Në një kohë, janë 160 miliard lek, thot ministri, kjo shumë parash që ju thash, në një kohë që nga 92-shi, prandaj dhe e pyeta, përfshin kjo ditën 0 kur e shhapur zyra e parë të tatimeve në Shqipëri, mbas përmbysjes komunizmit, janë gjithë 100 miliard lek. 160 miliard janë nga 2014 deri sot, 60 miliard më shumë dhe janë, siç më thej ti, 6% janë gjoba. 40% janë gjoba, po mirë, po ti fal. Tash këto gjoba po të them dhe herë, kazinot nuk i paguajnë, hotelet me 5 yje nuk i paguajnë, ai që vjen të furnizojë jahtin me naftë nuk e paguan, kush e paguan? Fermeri dhe ajo e shkreta që është në mëshirë të muçit, kur vjen të bëj kontroll muçi ke tregu i rigonit dhe i çajit malit, i kërkon faturë fiskale. Ja, kur pas ka dhe një sukses tjetër qeveria, që ishte muçi ke tregu i rigonit dhe i çajit malit dhe i sherebelit në tregun e Sarandës e pas ka rrit me 53%. Të ardhurat që vinë ke qeveria. Asnjë muç nuk guxon të shkojë ke kazinot, asnjë muç nuk guxon të shkojë ke hotelet me 5 yje, asnjë muç nuk guxon të shkojë ke ata që vinë të furnizojnë jahtet me naftë. Kjo është paqja fiskale, kjo është falja e lekëve që bën qeveria me këtë dhe e bën me një urgjencë të madhe. Është sigurisht moment katastrofe, është buxheti më i madh që miratohet dhe kjo paketë fiskale është jashtë buxhetit, vjen e veçantë nga buxheti, është buxheti më i madh i të gjitha korave
2 fishuar a 3 fishuar legët në buxhet, unë nuk e di se cili prej qytetarëve shqiptar kur pasurohet vendi 2 e 3 fish, cili prej tyre ka më mirë ekonominë 2%, 3%, 20%, 30%. Është e gjitha pare e cila shkon dhe është që tani e planifikuar të shkojë këtë tunelet e Llogaras në të gjithë Republikën, tek anijet Tigri 1 dhe Tigri 2 dhe tek çdo lloj afere tjetër korruptive që është në vazhdim apo që po planifikohet të ndodhë. Këtu nuk bëhet më fjalë për paqe, këtu nuk bëhet më fjalë as për të falur lek, këtu katastrofa është ulur këmbë kryq. Të thuash sot që po bëjmë paqe fiskale dhe po ju falim njerëzve lek, fakt po ju fal gjobat e padrejta arbitrare, unë kam prap dyshimet e mia. Në gjithë të histori, është mëse e kohë të harxojmë kohën me gjithë të diskutime, gjithë të procedura që në fund fare unë jam i bindur. Do të reduktohet në një mundësi tjetër e administratës tatimore për të zhvilluar korrupsion, për të bërë seleksionimin dhe për të shtyrë më tej arbitraritetin ndaj subjekteve tatimore të cilat që nga 202.000. Sa prej tyre janë tatimor, sa prej tyre janë tatim pagues të mëdhej, nuk kemi një shifër. Unë jam i bindur që është pothuajse 0. Tatim paguesit e mëdhej e sqarojnë punën shumë lart në qeveri, nuk ka punë, nuk guxon t'i kapi administrata tatimore. Fermerin, subjektet që kontrollon Muçi në tregun e Sarandës, po ata i thyn mes. Vota jonë është kundër, Muçi boll dëm ka bërë në të gjithë Shqipërinë, nga Tropoja deri në Delvin. Nuk kemi arsye të japim dhe një instrument tjetër që të vazhdojë dhe ta bëjë dhe më të rëndë dëmin. Ju faleminderit.